Horoskopi ditor e Mërkur, 25 mars 2026. Dashi. Tranzitet e sotme mbështesin një vështrim të sinqert në atë që duhet përmirësuar, të dashur dash. Kjo është një kohë për të njohur fushat e dobëta ose të cenueshme të jetës suaj, në mënyrë që të dini, pa dyshim, se çfarë duhet forcuar në të ardhmen. Ka një energji të jashtëzakonshme me ju për bashkëpunime ose fuqinë e punës në grup me aspektin harmonik Diell-Pluton të sotëm. Dikush që ka qenë jo komunikues tani mund të hapet, ose ju mund të mësoni diçka të vlefshme që ju ndihmon të zgjidhni një problem të gjatë ose të çojë në një kuptim më të mirë të një situate. Ndryshimet e vogla të bëra tani mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në të ardhmen. Misit, kauzat ose qëllimet e përbashkëta personale mund të jenë ngjitësi që ndihmon në mbajtjen e gjithçkaje së bashku, por kjo është gjithashtu një kohë e mirë për të kërkuar përgjigje brenda jush. Demi. Cikli aktual diellor kërkon më shumë pushim, përpunim dhe reflektim, i dashur Dem. Ju i shihni ngjarjet e vitit të kaluar në një dritë të re, duke ju ndihmuar të largoni elementet negativ përpara se të filloni nga e para. Aspektet e diellit të sotëm ju ndihmojnë me këtë proces, së pari duke ju inkurajuar të shihni gjërat më realisht dhe më pas duke zbuluar fusha që mund të përmirësoni. Mund të arrini një nivel paqeje në lidhje me një çështje të kaluar. Ndërsa mund të keni ndjerë presion për të ecur përpara me biznesin tuaj, sot mund ta vlerësoni rëndësinë e strategjisë dhe durimin. Mund të fitoni njohuri të reja në lidhje me karrierën tuaj ose rrugën e vërtetë. Mund të identifikoni më lehtë fushat e humbjeve në mënyrë që të mund të punoni për t'i eliminuar ato. Jeni më të interesuar për ato gjëra me potencial për shpërblime afatgjata. Kjo mund të jetë një kohë për të bërë rregullime të rëndësishme në jetën tuaj që ju ndihmojnë të gjeni një ekuilibër më të mirë midis punës dhe kohës së lirë. Binjakët. Sot është një kohë e mirë për të përqendruar në atë që dini dhe atë që dini se mund ta kontrolloni, të dashur binjak, dhe për t'i çuar gjërat hap pas hapi. Është gjithashtu një kohë e mirë për t'u lidhur. Mund të mësoni diçka të re rreth një misie ose projekti personal sot, ndërsa dielli harmonizohet me Plutonin. Mund të shihoni mbështetje ose bashkëpunim nga të tjerët. Është një kohë për të njohur mënyra të reja për të përmirësuar jetën tuaj dhe jeni gati të përballeni me një sfidë. Pikpamja juaj po zgjerohet përmes përvojave tuaja me njerëzit në jetën ose rrjetet tuaja. Ndarja e perspektivave personale mund të sjellë njohuri të reja në botën tuaj dhe rritje të kënaqësisë nga jeta. Shkëmbimet e ideve mund të jenë të dobishme, duke çuar në vendime më të informuara. Tranzitet e sotme ju ndihmojnë të ndiheni të përforcuar përmes lidhjeve tuaja, duke e bërë atë një kohë të mirë për të rigjallëruar një misi. Gaforja. Mund të marrësh përsipër më shumë përgjegjësi dhe të ndjesh humbjen e lirisë që shoqërohet me këtë tani, i dashur gafore, por mund ta vlerësosh shumë qartësinë që vjen nga të parit e gjërave realisht. Njerëzit mund t'i njohin arritjet e tua, ose mund të shohin përkohësisht të metat. Është një javë e rëndësishme për të përcaktuar prioritetet e tua. Një vështrim i kujdesshëm i gjërave mund të jetë i nevojshëm, ose mund të ndihesh i zgënjur përkohësisht para se të mbushesh me motivimin për t'u përmirësuar. Aspekti i sotëm Diell-Pluton të ndihmon të përdorësh durimin dhe të përfitosh prej tij. Je më i prirur të përballesh me çështjet sesa t'i shtysh dhe t'i lësh ato për një ditë tjetër. Mund të ndihesh i fuqizuar duke përmbushur përgjegjësitë e tua dhe duke u përpjekur pak më tej për të tejkaluar qëllimet e tua. Ke largpamësinë për të investuar përpjekjet e tua në një përpjekje afatgjatë në vend që të humbasësh energjinë tënde në kënaqësi afatshkurtër. Një mundësi për të fituar një avantazh konkurrues ose një referim mund të shfaqet tani. Luani. Je në një pikë kyçe për rivlerësimin e qëllimeve dhe njohjen e prioriteteve të tua, i dashur Luan. Mund ta kuptosh nevojën për të përqendruar, për të fokusuar dhe për të specializuar. Është koha për të shtuar më shumë strukturë jetës tënde duke vendosur qëllime të arsyeshme, por më të forta. Tranzitet e sotme janë gjithashtu të forta për të fituar një kuptim më të mirë të një miku ose të nevojave të tua sociale. Mund të shijosh një perspektivë të re, ose dikush mund të rizgjojë një interes për ty ndarja e pikpamjeve, filozofive dhe opinioneve personale, dhe bërja e zbulimeve emocionuese mund të ngrenë moralin. Është emocionuese të thyesh një kufi të mësuarit ose të përmirësosh një lidhje me dikë të veçantë. Synimi për më shumë durim, vëmendje ose mirëkuptim me njëri tjetrin mund të jetë shumë i dobishëm. Është më e lehtë të kalosh në përvështirësi dhe të arrish në rrënjën e problemeve sot.
Të ruash ritmin tënd mund të jetë çelësi i suksesit, por është gjithashtu e rëndësishme të zgjerosh mendjen dhe të hapesh ndaj mundësive të reja. Virgjëresha. Tranzitet e sotme rrisin aftësinë tuaj për të përqendruar dhe fokusuar, virgjëresh e dashur. Një shans për të riparuar një marrëdhënie ose për të zbuluar një zgjidhje ose metodë të kënaqshme me punën ose shëndetin mund të jetë në qendër të vëmendjes. Jeni të magjepsur nga thellësitë e situatave, njerëzve dhe temave dhe fuqitë tuaja të bindjes dhe leadershipit rriten. Mbështetja ose mbështetja mund të jetë e disponueshme. Është një kohë e shkëlqyer për të hartuar strategji dhe për të bërë plane, për të bashkuar burimet tuaja dhe për të kombinuar talentet tuaja me dikë. Një avantazh konkurrues, nxitje ose hapje mund të ketë një ndikim të fortë tani. Po thelloni kuptimin tuaj ose ndjenjen tuaj të qëllimit. Është një ditë për të ndryshuar prioritetet tuaja dhe kjo vlen në përgjithësi për javën. Peshorja. Tranzitet e sotme ju kujtojnë nevojën për të përqendruar energjitë tuaja, peshore e dashur. Të kuptuarit e ri në një marrëdhënie ose projekt pasioni mund të ketë një ndikim të fortë. Je në formë të shkëlqyer për të vëzhguar dhe hartuar strategji, por lidhja dhe bashkëpunimi mund të jenë gjithashtu të vlefshme tani. Të tjerët e vlerësojnë diskrecionin dhe mirëkuptimin tënd. Nëse ke nevojë të shërosh ose riparosh një marrëdhënie ose qëndrimet e tua ndaj lidhjes, duket se ke mjetet për ta bërë këtë. Ndërsa është një kohë për të pranuar ndjenjat e thella, sot e sheh edhe vlerën e durimit dhe kohës. Është një ditë e mirë për të punuar në përsosjen e një aftësie, përsosjen e një zanati ose për të bërë përpjekje shtesë në një projekt të sinqert, aktivitet të veçantë ose hobi. Është një kohë e mirë për të fituar forcë dhe bindje. Mund të synoni të shfrytëzoni fuqinë tuaj të brendshme dhe ta përdorni atë për të ndihmuar të tjerët ose për t'u bërë të ditur atyre se janë të rëndësishëm për ju. Të parit e gjërave realisht mund t'ju ndihmojnë në planin afatgjat, pasi atëherë jeni në një vend për të bërë zgjedhje më të informuara. Akrepi. Tranzitet e sotme janë të forta për të punuar shumë dhe për të bërë atë që mundeni, i dashur akrep, pa e shtyrë veten shumë. Është koha për të njohur dhe ndjekur rregullat, por jeni gjithashtu gati për të ndërtuar dhe për të rritur. Aspekti i sotëm diell Pluton është veçanërisht i dobishëm për përqendrimin dhe fokusin. Ju kujton se përdorimi i strategjisë në jetën tuaj mund të jetë pasurues. Është një kohë e mirë për të gjetur diçka të humbur, ose mund të fitoni informacione të reja, të zgjidhni problemet dhe të arrini në thelb të çështjeve. Përmirësimi i jetës në shtëpi, rutinave të përditshme dhe marrëdhënieve familjare mund të jetë pjesë e tablos. Eliminimi i rrëmujës mund të jetë një nxitje tani, pasi i shihni më lehtë ato gjëra që e kanë tejkaluar qëllimin e tyre. Me punën, rutinat dhe madje edhe shëndetin, keni një prekje magjike, jeni gati dhe të gatshëm t'i transformoni gjërat për mirë. Në të njëjtën kohë, po i shihni këto fusha të jetës më realisht. Informacioni që vjen mund t'ju jap besim dhe qartësi, ose ndoshta një avantazh. Po i ktheni vështirësitë në mundësi tani. Shigjetari. Tranzitet e sotme së pari rrisin qartësinë tuaj dhe më pas vetbesimin tuaj, i dashur shigjetar. Ato ju kujtojnë se përdorimi i një strategjie ose mbështetja të durimi mund t'ju jap një avantazh her pas here. Të shikosh gjërat me më shumë realizëm është e rëndësishme tani. Mund të fitosh një avantazh në komunikime, çështje dashurie ose ndjekje krijuese. Mund të mësosh diçka të re, të shohësh një çështje në një dritë të re ose të fitosh një kuptim më të qartë të prioriteteve tuaja, gjë që nga ana tjetër përmirëson fokusin tënd. Je i motivuar për të bërë një ndryshim ose për të arritur diçka të rëndësishme për ty, dikush i veçantë mund të vlerësoj për cilësitë e tua më unike. Të punosh shumë në të nxënë, në detyra krijuese ose mendore mund të sjellë shpërblime në të ardhmen. Bricjapi. Do të ndiheni më të fortë nëse i përmbushni detyrimet tuaja sot, i dashur bricjap, dhe është një ide e mirë të filloni me hapa të vegjël dhe të vazhdoni prej andej. Me tranzitet e sotme ndiheni më të sigurt nëse i shihni gjërat realisht, por gjithashtu i qaseni problemeve në një mënyrë të re, duke e gjetur më të lehtë arritjen e zgjidhjeve. Zbulimi i mënyrave për të përmirësuar jetën tuaj, veçanërisht në jetën tuaj shtëpiake ose me paratë, mund të jetë në fokus. Ndryshimet e vogla që bëni tani mund të sjellin shpërblime të mëdha në të ardhmen. Është një kohë veçanërisht e mirë për të përmirësuar dhe zvogëluar shpenzimet, gjë që mund të ndodhë përmes pastrimit ose ripërpunimit të burimeve tuaja aktuale në avantazhin tuaj.
Në një nivel tjetër, ndryshimi i pikpamjes suaj për veten ose lënia pas dore e mendimeve negative dhe qëndrimeve kufizuese mund të jetë e dobishme tani. Të fitoni një kuptim më të thellë të situatës suaj financiare, marrëdhënieve familjare dhe pritjeve dhe frikërave tuaja mund të jenë në një qendër të vëmendjes pozitive. Ujori. Të parit e gjërave realisht është tendenca sot, i dashur ujor, dhe mund të çojë në mundësi. Ekziston një temë produktive dhe është e shkëlqyer për komunikime dhe strategji. Mund të prodhoni një punë të mirë tani dhe mund të përfitoni si nga motivimi i brendshëm ashtu edhe nga përforcimi i jashtëm. Pavarësisht nëse merrni përsipër sfida të reja ose përmirësoni atë që keni tashmë, fokusi duhet të jetë në vetë përmirësimin dhe kontrollin. Një qasje e re ndaj një problemi të vjetër mund të jetë tërheqëse dhe e suksesshme. Idetë tuaja janë pritur mirë dhe ju mund të jeni veçanërisht bindës. Është një kohë e mirë për të paraqitur një ide ose për të zhvilluar një bisedë që do të thotë shumë për ju. Njerëzit po tregojnë respekt për ju dhe ju mund të bëni përparime të vogla ose përmirësime në projektet tuaja. Peshqit. Tranzitet e sotme mbështesin punën për një problem në të njëjtën kohë, hap pas hapi, të dashur peshq. Detyrimet financiare kanë mënyrën e tyre për t'u bërë të dukshme. Në vend që të shqetësoheni tepër, synoni të bëni gjithçka që mundeni për t'i përmbushur ato dhe vendosni të organizoheni. Jeni të mbështetur mirë për këtë detyrë. Jeni në gjendje të mirë për të hartuar plane dhe strategji, veçanërisht në lidhje me çështjet financiare dhe të biznesit me tranzitin e sotëm diell Pluton. Është një kohë e mirë për të qenë të duruar në avantazhin tuaj. Mund të fitoni njohuri të reja për çështjet psikologjike dhe personale, dhe ngushtimi i fokusit tuaj duket se funksionon më mirë në këtë moment. Të shohësh një shtresë të re në një situatë të ndihmon të marrësh vendime më të mira dhe të ndihesh më i fortë. Tranzitet që ndodhin tani mbështesin ndryshime pozitive në stilin e jetës. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.